ministrit që dhe i themi që dhe ne jemi Kosovë. Kështu po thot kryesindikalisti i punëtorëve të Korporatës Energjetike të Kosovës, Xhelal Jashari, që bashkë me disa kolegë mesditën e së njëjtës ia zon derën qeverisë për t'u ankuar që se marrin rrogën e 13. Ky potencoj se kësaj kategorie ju bën një padrejtësi fort e madhe. Na ka anashkalue punëtorët të cilët e mbajnë energjinë, e dhanë energjinë, e mbajnë ekonominë dhe e mbajnë gjitha institucionet e Republikës Kosovës në mënyrë që të funksionojnë sa më mirë. Këta punëtorë e dhanë djersen, e dhanë mundin, punojnë në borë, punojnë në shi, punojnë në temperaturat larta. Ndërsa nënkryetari i sindikatës për ekzekutivin e Ministrinë e Financave pati një lutje. Ne prodhojmë dritën, ne prodhojmë shërbimin jetik të Kosovës, ne prodhojmë zhvillimin ekonomik të Kosovës, e në fund mos me pas atë beneficion është diçka e pa drejt. Krijimi i kësaj situate ishte parapar ditë më parë, pasi edhe vetë kryeministri pati deklaruar se ky problem nuk i përfshin të gjithë. Ne dim që ka edhe organizata të tjera bugjetore të sektorit publik, por nuk janë të administratës shtetërore, të tilla janë të zëmë dhe ndërmarrjet publike dhe në këtë aspekt ne nuk mund ta bëjmë ndryshimin. Sidoqoftë, kjo nuk po pranohet nga këta punonjës që paralajmërojnë veprime sindikale. Sigurisht do të jetë në të ardhmen e afërt një protestë sigurisht masive dhe do t'i hap rrugë edhe greves përgjithshme.